3 pikë të vlefshme në një terren të vështirë. Komenti juaj, profesor? Jam i kënaqur me 3 pikshin, por jam i kënaqur edhe me lojën. Pra, nga neshja në neshje, djem tregojnë pjekuri, lutemi përballë një kundërshtarit, pavarësisht se ishim në fushë neutrale, një kundërshtar ku në fillimet e veta nuk duhet harrojmë është ndërtu një skuadër e cila ka synu në ngjitjen e kategorisë. Dhe pavarësisht se si ka shku situata dhe nuk ka pikë të duhura në këtë kampionat, unë them se ajo bëni mjaft mirë, as sa kishte kapacitete, por ne e kishim marrë shumë seriozisht neshën, e kishim vlerësuar maksimalisht, u pa edhe në lojtarët të cilët unë e holla në fushë. E administruar me mirë, nuk i lamë mu afrua për ports dhe ishim pragmatist në vendosje. Gjithsesi, ne mund t'i fajsojmë futbollistat për rastet e humra, sepse kishim disa raste shënimit, po ç'është e vërteta nuk është aq e lehtë në terrenet e tilla të shënosh gol. Pra, unë edhe i fajsoj, po edhe i komplimentoj për mënyrën se si krijojnë të raste. E zgjidhet rezultatin shpejt në pjesën e parë, gjithashtu në pjesën e dytë dhe pastaj një farë mënyrë u duk. Jo, nesha ishte e administruar mirë nga ekipi jon, pra kishim ekuilibra në fushë, kishim mënyra të ndryshme të sulmit, pra e kërkuam edhe nga pasimet vertikal, po e kërkuam edhe nga krahët, pak më tepër kërkuam nga krahu i djathtë, u do të finalizuar nga mbyllja e krahut më 2-3 aksione të cilat nuk erdhën, por e provuam edhe me goditje nga larg, më vjen keq si marrë 2-0, nuk marrë më tepër për lojtarët. Po ashtu edhe për tifozat e cilët vinë në shkallët e stadiumit, ku duhet i falenderoj se kanë ardhur kaq larg dhe na kanë ndjek. Gjithsesi ne duhet jemi të kënaqur për punën si kanë bërë këto djem, për ecurinë dhe shpresoj të vazhdojmë kështu. Dhuruan edhe spektakël ekipi jon. Kishte raste, unë jam i bindur se në fushë më të mirë ato kanë kualitetet e duhura për me luajtur futboll. Pra, në cilësia fushës më mirë them se më tepër nuk mund të them spektakël, por më tepër janë të shpejtë, më tepër finalizojnë më mirë, pra e çakullojnë topin më mirë, kombinojnë njëri me tjetrin më mirë. Gjithsesi unë duhet këtu jemi, nuk duhet të përsëris të njëjtat fjalë, këtu jemi ku nuk duhet të jemi. Dhe shpresojmë që sa më shpejt ta kalojmë këtë dhe të jemi në një kategori më lartë. Sukses. Faleminderit shumë. Përshëndetje miq nga fusha sportive e Peçinit, aty ku u zhvillua sot ndeshja midis ekipit të Gramshit në cilësinë e ekipit Pritës dhe ekipit të Beslidhjes në cilësinë e ekipit Ruktus, pavarësisht se për dyja skuadrat ishte një fushë neutrale. Transmetuam lojën me të gjithë elementet e saj, ndërkohë që trajneri i skuadrës Gramshit është larguar menjëherë sapo ka përfunduar ndeshja dhe morëm dhe pronësimin e trajnerit të skuadrës Beslidhjes Elvis Plori. Duhet të thënë se në përgjithësi skuadra e Beslidhjes shfaqi vlerat e veta, dominoi lojën përgjatë gjithë kohës, shënoi 2 gola që në fakt duhet të kishte shënuar edhe të tjerë, por e ritheksojmë. Terreni rrëshqitës, terreni i rënduar e pamundsoi për të lojtarët tanë, pas janë lojtarë kualitativ. Por pavarësisht nga kjo, duhet të them se ka qenë skuadra Beslidhjes në nivel superior ndaj skuadrës së Gramshit dhe do të veçoja mbrojtësin e majt Marku dhe kapitenin e skuadrës Karakaqi, por të gjithë lojtarët e skuadrës së Beslidhjes kanë qenë në nivel të mirë dhe na dhuruan me të vërtet një lojë të bukur. E ritheksoi pavarësisht terrenit të vështirë dhe shikojmë tani atë punë që duhet bërë para fillimit të ndeshjes ose para ditën, rulimi i fushës duhet ishte bërë në fakt përpara ndeshjes, pasi fusha kishte probleme. Po pavarësisht nga kjo, skuadra e Beslidhjes ka marrë 3 pikë të vlefshme dhe vazhdon kryesimin. Nga fusha sportive e qytetit të Peçinit, aty ku luan ndeshjet Shkumbini i Peçinit, nga unë Martin Dedaj së bashku me mikun tim Agostin Cin Marini, miru dëgjofshim në transmetime të tjera. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi drejt për së drejti nga fusha sportive e Rabosta. Ka gjetur
e pjesës së dytë të ndeshjes dhe skuadra në minutën e 3 pjesës së 2